E vëllezër shkon prej kurthave edhe metodologjive të këqija që këta njerëz e përdorin. Edhe në kohën bashkëkohore kur jetën. Pa më parasysh domethënë se këta janë grupe ndryshme, nuk janë vetëm një grup. Mirë pa i bashkon që kjo. Po për metodologjive të këqija rrugëve që ai përdorin është se mundohen me i shkëpu trit nga dietar. Don me ta shkëpu ty referencën, bazën ku ti duhet më kthy, edhe ku ti duhet më marr dijen. E si e bajnë këta? Po e bajnë duke hedhur akuza ndryshme kundër dietarëve. Ata janë kështu, ata janë ashtu, nuk merret dia për ty. Nuk e kuptojnë aktualitetin, nuk e kuptojnë, kanë dije veç rreth pastërtisë, namazit, nuk kanë dije, nuk mundën me i bë analizën, don çesin akuza, që ata i çesin sikur me kanë njerëz koktrashi nuk marrin vesh kurrë. Nuk e dinë aktualitetin. Edhe tash i irritojnë trit prej tyre. Shkon se çka e hjekun besueshmërinë te këta. Më çfarë kurthës më. E pastaj çka i riu diku duhet më kthy, ku duhet më marr fen? Afrojnë tek veti. Hajde, anë ai çka të jep, ata ja marrin pastaj. Kjo është për kurthave ty.